Nderuar drejtues e seancës, nderuar kolegë. Natyrisht që konflikti i interesit është një problem shumë i madh. Jo vetëm tek ne, po kudo. Dhe është një nga format më të përhapura edhe të korrupsionit, edhe të abuzimit me detyrën, me fuqinë, me pushtetin që ke në dorë edhe përmes të cilës e ushtron. Por një gjë më ka bërë përshtypje në të dyja seancat, edhe të martës që shkoj edhe këtë të martë. Në të martën që shkoj ka loj ligji për lobimin. Dhe atje kufizimet të mëdhaja ishin po përsëri për deputetin. Edhe këtu, në këtë ligj, po përsëri kufizimet të mëdhaja vijnë po përsëri për deputetin. Tani e para mbi të gjitha njerë deputeti është demonizuar si thelbi apo elementi kyç i korrupsionit në këtë vend. Ky është perceptimi që është jashtë kësaj sale. Dhe vazhdon të thellohet me akte pas aktesh. Okej, unë e kuptoj, ligji është konsultuar dhe me Bashkimin Evropian, po atje mund të jetë ky problem, dhe mund të jetë problem shumë i madh, po unë nuk mendoj që në këtë vend deputeti ka aq pushtet sa konflikti i interesit të tij të korruptoj segmente të caktuara, qoftë të pushtetit, po qoftë edhe të ekonomisë më tutje. Pra, unë nuk mendoj që deputeti ka fuqinë e mjaftueshme apo fuqinë për cilën portretizohet e që mund të kthehet ushtrimi i kësaj fuqie në të mira materiale për veten e tij. Këtu jam, unë kam këtë vit më bën 30 vjet, po nuk di të kem pasur kaq pushtet sa të më ketë tjetërsuar, të ketë ndryshuar e kështu me radhë. Kam parë koleg plot këtu, me thënë drejtën, dhe deformimi që ka ardhur tani t'ja u them siç është, dhe nuk dua as të hipotetizoj, po deformimi ka ardhur kur në këtë sallë kanë ardhur kolegë të nderuar, të zgjedhur me votë nga sipërmarrja, nga biznesi. Po nuk ka ardhur vetë ju thjesht dhe vetëm se ti je deputet këtu. Kështu që, okej, ligji mirë bën, ndihmon në eliminimin e këtij perceptimi, pa më të voglin diskutim, sepse duke vendosur ato kufizime që janë vendosur edhe në këtë ligj, natyrisht deputeti çlirohet edhe nga ajo barë përgjegjësie, po unë nuk mendoj që ky ligj do ta ndryshojë perceptimin që është krijuar për vite të tëra me radhë përkundrejt deputetit, atje më tanë, atje për jashtë. Patjetër që unë jam shumë dakord që deputeti s'ka punë të përfitojë nga parat publike, nga prona publike, nga favore të tjera që me ligj parashikohen, dhe që deputeti mund t'i marrë. E doja kryetarin e Komisionit Ligjeve sepse para miratimit të ligjit i kanë bërë një pyetje. Nëse deputeti pasi voton në sallën e kuvendit për nivelin e borxhit, pra nivelin e deficitit dhe borxhit që do të marrë qeveria, shkon atje në sportelet e Bankës së Shqipërisë dhe ble bono thesari që mbajnë borxhin e qeverisë, është në konflikt interesi apo jo? Është. Jo? Po si jo? Unë me vot këtu në sallën e kuvendit po përcaktoj nivelin e borxhit që do të marrë qeveria. Dhe sa dal nga salla shkoj blej borxhin e qeverisë. Si jo? Po, patjetër. Por rasti tjetër që ka ndodhur këtu në sallë, që edhe përpara edhe mbrapa, sa diskutohet, po këtu në sallë, a ishim konflikt interesi kur votuam që të ndryshonim shkallët e tatimit progresiv mbi të ardhurat e kundër përfituesit, drejt për drejt ishin edhe deputetët, sepse kishin rrogën më të madhe? A është konflikt interesi? Po është konflikt interesi, në gjykimin tim. Po e shmang dot, mund t'i nxjerrim gjithë deputetët nga salla, pra të thonë që jemi në kushtet e konfliktit interesi, do dalim nuk marrim pjesë të votim. Nuk votohet më, asnjë ligj kështu, që ka të bëjë me këtë. Pra, ajo që dua t'ju them është që po mund të rinim shumë qartë dhe shumë prerë në një marrëdhënie që patjetër duhet të jetë përjashtuar totalisht, e që është marrëdhënia që ka të bëjë me përfitime të parave publike,
të pronave publike e gjithçka e tjetër. Në krahun tjetër pastaj puna e deputetit atje ma tanë është tjetër histori. Dëgjuar që thatë pak më parë që deputeti mund të ushtrojë çdo lloj aktiviteti tjetër, po pa pagesë. Ç'do të thonë pa pagesë? Ç'do të thonë? Po, deputeti nuk mund të ushtrojë profesionin e tij në sektorin publik. Patjetër nuk mund ta ushtrojë, se s'ka logjik të fitojë nga aparat publike, përfitojë nga aparat publike, po të dalë atje të ushtrojë aktivitetin e vet privat. Si do ndalosh deputetin që në aktivitetin privat punoj po prap vullnetarisht, pa pagesë? Po pyetja që kam unë, po ja punoj, do t'i njihet si vjetërsi puna kjo, deputetit? Pra, janë disa element që e zjerojnë kot gamën në këtë histori. Po, ne kemi një problem shumë të madh. Dhe kemi problemin shumë të madh në qeverisje. Jo tek deputeti, po e kemi në qeverisje. Dhe problemi i madh që kemi në qeverisje ka të bëjë me mënyrën si rekrutojmë në një pozicion që është apo përkufizohet si drejtues i njësie zbatuese të buxhetit, apo si administrues i të mirave publike të shtetit. Patjetër atje e kemi si rekrutojmë, dhe deri tani e kemi bosh shumë mirë që vendosen kufizimet pasi del nga detyra. Sepse rastet që kemi të tilla. Vjen nga biznesi, bëhet drejtor i një korporate, i një njësie zbatuese të buxhetit e kështu me radhë, punon atje për 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, dërgon para atje ku do të shkojë të punoj pasi ta lërë atë detyrë. Po ky është rasti më i përhapur sot dhe që duhet goditur me ligj. Për ta kufizuar apo për ta eliminuar fare me qëllim që kjo gjë mos ndodh më, mos përsëritet më. Por në fund fare thash edhe një herë, konflikti i interesit lidhet drejt për drejt me administrimin e paras publike dhe të mirave publike. Jo me një vot që ka deputeti këtu në sallën e kuvendit. Faleminderit. Zoti Himçi, keni fjalën, të përgatitet zoti Komici. Të nderuar koleg, të dashur qytetar, në thelb ky projekt ligj përpiqet të ndërtojë një arkitekturë si vertikale ashtu dhe horizontale të kontrollit të integritetit të administratës me fokus parandalimin e korrupsionit përmes kufizimit të interesave privat të zyrtarëve. Faktikisht, ky projekt ligj e paraqitur si armë kundër korrupsionit, në fakt rrezikon të kthehet në një kurth ligjor që mbyt lirinë profesionale, dobëson administratën dhe zhvesh shtetin nga ekspertiza. Ne nuk mund të lejojmë që në emër të integrimit të prodhojmë një ligj që shkataron nga themelet administratën publike. Ky ligj premton shumë, por rrezikon gjithçka. Po, projekt ligji flet për unifikim deklarimesh, për njësi kontrolli në çdo institucion, për forcimin e rolit të ILDKPK-s, por në formulimin aktual ai nuk është një mekanizëm parandalues, është një mekanizëm dëshkues, pa dallim, një ligj që nuk nje as proporcionalitet, as përjashtime funksionale, as realitetin e tregut lirë. Faktikisht në këtë draft, avokatët, noterët, kontabilistët, ekspertët fiskal, njerëzit që kanë ndërtuar me vite eksperiencën në ligjet tona, përjashton automatikisht nga kontributi publik.